Policia e Fierit ka finalizuar operacionin e koduar New Start, duke goditur një tjetër rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet. Operacioni u zhvillua nga sektori për hetimin e narkotikëve i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, pas një hetimi një mujor të ndjekur me metoda speciale. Gjatë aksionit, u arrestua në flagrancë një 26 vjeçar i dyshuar për shpërndarje kokaine. Sipas policisë, në pranga u vu shtetasi YE, banues në Fier, gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit që ai drejtonte. Shërbimet policore gjetën dhe sekuestruan 81 gram lëndë të dyshuar narkotike kokain, të cilën i riu e posedonte me qëllim shitjen. Gjatë ndërhyrjes, i dyshuari ka tentuar të shmanget policisë, por është neutralizuar dhe arrestuar. Në cilësinë e provës materiale, janë sekuestruar lënda narkotike, një automjet dhe 3 aparate celular. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme ligjore.